Dona. Mersi me të rritë në studio. Si të ka, moj mirë? Mirë, faleminderit shumë. Po jo, mirë? Rahat, hajde t'ule me, se kemi punë. Faleminderit shumë. Kur ju punoni, neve normalisht që na jepet shumë arsye për të diskutuar mbi to, edhe në këtë periudhë që në tetor, zakonisht këngëtarët din të jenë më të lirë prej angazhimeve, ani pse më duket në dasëm kire qenë brama. Po. Si shkoj, pra akoma ka, nuk është se janë të fokusuara veç në 2 muaj të verës, a? Po, sa po jam këthy nga Gjermania, mund të them që dhe ditë ka marrë për shkak të disa dasmave që i kemi së bashku me mamin edhe vllaun, për shkak disa këngëve të reja, këtyre intervistave që më keni ftu që sa kohë, faleminderit shumë, mirë po tashmë u bën punët se për shkak të obligimeve të shumta që i kam pasur gjatë gjithë këtij viti, ka qenë shumë e vështirë vija më herë. Ama ka qenë viti i mbarë, mundemi me thonë për ty, a? Shumë i mbarë, një ndër vitet më të bukura tjetës time. Më vjen mirë paqë për herë më të mira, Donë. Faleminderit shumë. Kur po flasim për dasmat edhe këto ahengjet familjare tonat, a ndryshojnë diçka nga ato që bëhen gjatë verës me këto jashta sezonës që është letë me i thonë? Sa i përket këngëtarve, në këtë rast, në rastin tim, nuk mendoj që ka ndonjë dallim, për shkak se unë mundon t'jep maksimumin si në verë, gjithashtu edhe në dimër ose muaj tjerë të vitit. Përgjithësinë e kam gjithmonë mbi vete, jo vetëm unë, gjithashtu edhe mami edhe vllau, flas gjithmonë edhe për ata, për shkak se jemi grup, që sa vite, që këndojmë së bashku në dasma, evente, koncerte. Përgjithësia gjithë neve është e njëjta, mirë po ndoshta mund të ketë një dallim, jo në organizim ose diçka, por mendoj që gjithmonë është më mirë që dasmat mos të bëhen vetëm në sezonën e dasmave që në Kosovë është korrekt dhe gusht, për arsye se gjithë punëtorët, le të themi që e japin maksimumin për t'i bërë dasmat sa më të mira të mundshme, janë më të pushueshëm gjatë muajve tjerë të vitit. Do me thënë, këngëtarët janë më të pushueshëm, punëtorët, ekipet, gjithashtu misafirët të restoranteve, çdo gjë, do me thënë, njerëzit janë më të pushueshëm edhe ndoshta kalojnë edhe më mirë sepse e presin më rrallë, le të themi atë dasëm, ndërsa në sezon janë çdo natë edhe dikur do të thënë do të rutinë. Dinamika është e lodhshme me gjithata. Shumë e vërtetë. Ky vit, viti më i bukur i jetës tënde deri tani, ka ardhur me plot ndryshime për ty, ndryshim jo vetëm nga aspekti i martesës edhe fillimi të një jete të re me bashkëshortin, por edhe ndrimi komplet i vendit. Sa je përshtatur me Gjermaninë, Dona? Jam përshtatur shumë edhe gjithë po çuditen, sepse vazhdimisht ma bëjnë këtë pyetje. Unë pata bisedu me ty edhe në një intervistë tjetër kur kam qenë këtu dhe kam thënë që kam pasur fatin të jetoj në vendet e tjera për shkak të studimeve, në Amerikë dhe në Angli, ku jam mësuar të jetoj vetë. Edhe tashmë nuk është se po e kam shumë problem. Pa tjetër që të mungojnë shumë familja, sidomos familja ime, që ne jemi vetëm 4 antarë edhe jemi shumë të lidhur me njëri tjetrin. Prindrit e mi, unë edhe vllau, edhe pa tjetër që nuk ka ditë që nuk më mungojnë, unë dua gjithmonë t'jem pranë tyre, mirë po jeta është e tillë, vjen një kohë që duhet të mendosh për të ardhmen, domethënë për privatësinë tënde, të martohesh, të krijosh familje, që në rastin tim erdhi, domethënë të shkoja në Gjermani. Jam përshtatur shumë, sepse më pëlqen shumë qetësia, edhe më pëlqejnë thjesht njerëzit, edhe ajo korrektësia, rregullit që është në Evropë. Jam duke mësu gjuhën, jam goxha mirë po mundohem të arris nivelin e gjuhës. Më vjen shumë mirë që ka nota pozitive të këtij ndryshimi tënd që ke pësu në jetë. Për një kohë shumë të shkurtë me 4 këngë të reja, çka do të thotë secila prej tyre për ty? Ky vit ka qenë vit, si që përmenda, me shumë angazhime, mirë po dhe një ndër vitet më të bukura. Për shkak se jo vetëm se jam artuar, do më thënë, në fillim e kam përjetuar ndoshta festën, ose kanaxhexhin, unë e kam quajtur festë, për shkak se e kam bërë me burra edhe me gra, kam dashur ta bëj një ndryshim, edhe t'i kem vetëm njerëzit që unë i dua të praneshëm, jo vetëm gratë, mirë po edhe burrat. Kam përjetuar festën. A ka dikush pse po i bën kështu, se zakonisht i bëjmë veç me gratë? Ka pasur ndoshta të tillë, shumica e kam pëlqyer shumë këtë ide,
Mirë po, ndoshta ka pasur edhe të tillë që kanë thënë se çka është kjo, pse e ke quajtur fest. Edhe unë tani publikisht për herë të parë po e shpjegoj që e kam quajtur fest, nuk kam mundur të quaj kanaxheq, për shkak se nuk ka qenë vetëm me gra, siç bëhet zakonisht në Kosovë ose ku jetojnë shqiptarët. Mirë po e kam bërë me burra gra, sepse doja t'i kisha gjithë njerëzit që i dua afër në atë ditë aq të rëndësishme për mua. E përjetova atë fest, do me thënë kanaxheqin, pastaj erdhi dasma pas 2 ditësh edhe ndjej një jashtëzakonshme, një ëndër që u realizua, sepse është ëndër e çdo vajze, të martohet, të bëj dasëm dhe ta bëj në atë mënyrë se si e kam menduar në vete. Dhe që unë jam shumë e kënaqur dhe shumë e lumtur, kur sot e kujtoj edhe po i shikoj videot edhe kënaqem shumë. I përmende 4 këngët, gjatë kohës që kam qenë duke e planifikuar dasmën së bashku me bashkëshortin, në të njëjtën kohë jam munduar dhe të punoj shumë, t'i sjell 4 këngë. Kënga e parë që erdhi ishte Më e mira nuse shkon, ka qenë duet me mamin edhe me vllaun. Këtë këngë kemi kënduar në kanaxheq ose në fest. Është një këngë që e kemi punuar me përkushtim shumë të madh, sepse kemi qenë në gjithë familja shumë të emocionuar, edhe vllau, edhe mami mundoshin me mënyrat e tyre të shprehnin, t'jepnin ide, të sjellin një tekst sa më të mirë, së bashku me tekst shkruesin e mrekullueshëm, Kreshnik Avdiun, të cilin e falenderoj shumë, që e ka bërë edhe tekstin edhe muzikën. Që e keni marrë me emocion, kjo duket edhe nga klipi edhe lotët që janë në klip. Cila pjesë ka qenë më emocionuese për ju? Ajo e incizimit të këngës edhe interpretimit sa më të mirë, por edhe ndjeshmërisë së tekstit, apo edhe në sheshgjirem? Të dyja, nuk mund të them cila më shumë, për shkak se e kemi punuar tekstin kështu së bashku në studio, së bashku me Kreshnikun, edhe gjithë familja jonë, babi, mami, vllau edhe unë, edhe teksta e shkruanim, qanim gjithë. Tërkohës kemi qarna, tekst është shprehur në mënyrën më të mirë të mundshme, dashuria e nënës edhe vllaut për vajzën e tyre, për motrën që po martohet, që po shkon, edhe kanë shprehur dashurinë, krenarinë e tyre që ata ndjejnë për mua, mirë po kjo këngë patjetër nuk duhet mirët vetëm për rastin tim, mirë po për të gjitha vajzat që bëhen nuse, që edhe që tër jetën do ta kenë përkrahjen e madhe të prindërve, në këtë rast nënës, që ishte në rastin tim, mirë po gjithashtu edhe të vllaut, sepse edhe teksti është i thurur në atë mënyrë që motra do ta ketë tër jetës përkrahjen e vllaut. Sa i përket videoklipit, unë kam pasur shumë dëshirë ta realizoj videoklipin tamam në festën time, ka qenë videoklip i vërtet, me njerëz real, njerëzit që i kam ftuar në festë. Ka qenë emocion shumë i madh, kemi dalë të 3 në skenë, aty ku e kemi rregulluar vendin, sepse edhe unë kam pasur dëshirë që festën ta mbajmë në bar, jo brenda sallës, në mënyrë që të kishte pak dallim me dasmën, të dallohej festa dhe dasma. Edhe kur kemi dalë, kemi filluar të qajmë, jo vetëm ne të 3, mirë po gjithë mysafirët. Gjithë mysafirët kanë qarë, kanë qenë momente, kemi xhiruar dy herë. Kanë qenë lot gëzimi, besoj, a? Lot gëzimi, edhe ndoshta krenarie, lot se po shkon, gjitha ta njerëz që kanë qenë aty mu duan shumë edhe i dua shumë edhe tër kohës thonin si po shkon një vajzë si ti. Edhe prandaj kanë qarë gjithë si familjarët, si shoqëria, cilët i falenderoj nga zemrat që kanë ardhur nga gjithë Kosova, nga Evropa, Amerika, Kanada, ma kanë bërë festën aq të bukur, gjithashtu edhe dasmën, jam shumë falenderuese sepse ajo nuk ka qenë sezon, ata nuk kanë pasur pushime, mirë po kanë ardhur enkas për festën dhe dasmën time. Pastaj në dasëm e kam sjell këngën Baba Jem, është shumë interesant sepse ne edhe Fiks këtu e kemi folja. Aty ka ardhur edhe ideja kur unë erdha këtu ta prezantoja këngën Nana Jem. Pastaj kam pasur mendje gjithmonë që okej, duhet ta bëj edhe një këngë për babën, sepse si çdo vajzë është shumë e lidhur me të dy prindrit, i do prindrit dhe dëshiron të shpreh falënderimin, mirënjohjen që ka për të dy prindrit. Kjo këngë është shumë e veçantë për shkak se unë për herë të parë kam shkruar edhe një tekst vet. Unë kam shkruar vet këtë këngë, Baba Jem. Jam munduar aq sa di me dashurinë më të madhe dhe sinqeritetin më të madh të shpreh dashurinë dhe falënderimin e madh që e kam për babin tim, që ka qenë një ndër mbështetjet e mia më të mëdha, që e vogël e deri më tani.
Me babin ka qenë sfidë e madhe për shkak se ka qenë shumë e vështirë ta detyrosh të dalë në skenë, në videoklip, ta shfaq veten, për shkak se ajo është shumë modest edhe nuk dëshiron të dalë. Bën punë shumë të mëdha, na përkrah shumë që të treve, mirë po dëshiron të qëndroj i shehur, nuk dëshiron të dalë në skenë. Mirë po unë kam dashur shumë ta kem babin kujtim, dasmën time. E kemi realizuar videoklipin në Kurorëzim, tamam tek dasma ime. Falë Zotit, pranoj të dilte. U bindisi, Po, u bindisi. Ai nuk dëshiron të që të ma prishte në momentin e fundit, sidomos në një ditë ashtë rëndësishme për mua, se që ishte dasma. Edhe vendosi dilte, kaluam si është më së miri, jam shumë falenderuese që ka dalë, unë babin tashmë do ta kem tër jetën kujtim në ato videoklip, sepse mamin edhe vllaun i kam, sepse janë këngëtar, i kam gjithmonë në videoklipe. Mirë që u bë edhe kjo për babin. A ke ndonjë varg, Dona, me qenë se ke shkrujt edhe vetë këngën, edhe kur janë fjalë të ndjera dhe dedikim për një person kaq të rëndësishëm si që është babai, ka ndonjë varg cilin ti do doje me veçu, ose që sa herë edhe tani kur e dëgjon atë pjesë të emocionon më fort? Gjithë teksti, sa herë dëgjoj, mua emocionon shumë edhe kur e shoh videoklipin, shumë emocionohem, s'ka çdo moment, domethënë. Më pëlqen i gjithë teksti, është i shtrihur me sinqeritet shumë të madh, siç e thash, mirë po pjesa kur them te ajo që kur i them babit që sa herë ti babë më ke thënë mos tanin. Gjitha problemet më janë zhduk, sepse është shumë e vërtet. Sfida kam pasur shumë një jetë, edhe pse jam shumë e re, në studime, në vende tjera, gjithmonë është sfidë jetosh jashtë Kosovës, edhe gjithmonë më kanë ndjekur ato bisedat me babin në telefon, tërkohës që ka thënë, s'ka problem, hiq mos tani, bëhet mirë, e kam pasur mbështetje shumë të madhe dhe prandaj edhe kam dashur ta them aty edhe në tekst. Edhe mos të harroj, unë ta falenderoj shumë edhe Mitin për muzikën që e ka bërë. Më ka kuptu shumë mirë, e ka kuptu tekstin, e ka kuptu rëndësinë, edhe çka unë dua të shpreh edhe në videoklip, edhe ka bërë muzikën edhe orkestrimin e kësaj këngë, që unë jam shumë falenderuese. Po mundom t'i përmend gjitha këngët që i përmende. Mos na hatrohet edhe bashkëshorti, se shikuesit mund ton ka bërë për prindrit, për nanën e vllaun, po edhe bashkëshorti nuk e le pa këngë. Shumë e vërtet. Për bashkëshortin, në fakt, kanë ardhur 2 këngë. E para ka qenë Jetë o jetë, është kënga me cilën kemi hyrë në sallë. Pas kurorëzimit, pjesës së koktejlit, vazhduam në hyrjen në sallë, brenda, ku do ta festonin dasmën. Edhe aty e kam këndu këngën Jetë o jetë, që nuk i kushtohet vetëm atij, mirë po unë dua që gjitha çiftet ta marrin për njëri tjetrin. I kushtohet çifteve që e kurorëzojnë dashurinë e tyre. Edhe i janë përshtatur vargjet shumë, i është përshtatur muzika, edhe kemi kaluar jashtëzakonisht mirë. Njerëz tash gjithmonë po e keq kuptojnë se është vetëm për të, mirë po nuk është vetëm për të. Unë dua që gjitha çiftet ta marrin. Këngë tjetër ka qenë edhe kënga Fati jem, prap i kushtohet bashkëshortit, që tregon se jam shumë me fat që e kam taku, shpresoj jemi të lumtur kështu si që jemi tani gjatë gjithë jetës, sepse jetës nuk i dihet. Ka pëlqyer si ka qenë reagimi? Shumë i ka pëlqyer. Shumë. Prap e falenderoj Mitin, ka bërë tekstin, e ka bërë muzikën, orkestrimin, jam falenderuese shumë ndaj tij, edhe prap që ma ka kuptu idenë edhe kërkesën, çfarë unë kam pasur, i kushtohet bashkëshortit tim, dashurisë madhe që kam për të, edhe thjesht mirënjohjes që unë e kam njohur edhe e kam krah jetës. Mirë po, edhe në këtë rast dua që edhe çiftet ta marrin për veten, çdo vajzë ta marrë për djalin ose për bashkëshortin e ardhshëm, edhe kundërta ose çdo grua Do që e ndjen si këngë mund t'ja dedikoj të partnerit, të dashurit. Kjo ishte një dasëm, Dona, që nuk e di e kishe menduar ose planifikuar fillimisht që do të ndiqe, do të flitej kaq shumë për të, pra që do të merrte një vëmendje edhe mediatike. E kishe problem këtë fakt, apo si e menaxhove, si të duk pas përfundimit të dasmës gjitha ajo shpërndarje në media? Nuk e kam besuar fare që do të bëja që madhe dasma ime.
për faktin që në një unë e kam bajtur shumë private. Kur e kemi bërë festën, kana gjegjin, askush nuk e ka ditur, vetëm kur doli. Edhe që ishte ndodhi me 18 qershor, edhe pas taj mediat e kuptuan që do të ketë dasëm, ose do të jetë pas 2 dite, 1 dite, ose pas 1 jave. Edhe atëherë unë fillova të shoh në rrjetet sociale mesazhe nga gjitha mediat, nga gjitha televizionet, donin të vinin, të ndishnin dasmën, të merrnin intervista, thjesht merrnin pamje nga dasma. Mirë po që unë me mirësjellje u gjithë u kam thënë jo, sepse ne kemi dashur privatësi, unë edhe bashkëshorti, edhe familja jonë ka rënë dakord. E gjithë familja kemi qenë të një zëri, mos të ftojmë të famshëm. Nuk kemi dashur të ketë këngëtar ose thjesht famshëm të Kosovës ose shqiptar, sepse a janë hatru se mund të ketë edhe kolegë të juaj që ndoshta ju kanë mbet hatri që si keni ftu? Nuk e di, kjo është vetëm mendimi im, unë mendoj që kolegët nuk mund t'i kesh shok ose shoqe, ti mund t'i respektosh, mund të respektojnë, çdo gjë është në rregull, marrëdhëniet janë me të gjithë shumë mirë, mirë po shumë e vështirë kolegët i ke shok, shoqe, sepse është gjithmonë në pyetje interesi, secili mundohet ta shoh veten lart e më lart, edhe në dasëm unë kam dashur sinqeritet, kam dashur pastërti, kam dashur të kem njerëz që i dua, që më duan, jo të ketë media, sepse dasma është, më thënë, po zgjat 5-6 orë. Unë nuk kam dashur të humbas kohë, të humbas minuta, të t'jap intervista, më kam dashur të shijoj çdo moment, edhe në momentin që po ka të famshëm, mua më ka rënë vetë të shoh dasma të tilla, sidomos në 10 vjeçarin e fundit në Kosovë, është bërë si trendi të bëhen dasmat tek familjet e të famshmëve dhe të ftohen të famshëm. Por pastaj aty me të vërtet po eskalon situata. Aty nuk mendoj më që janë dasma. Po mendoj që vëmendja mandej zhvendoset më tepër tek këta persona? Fokusi po kalon tek këta persona, secili po mundohet, themi, kjo është mendimi im, të famshmit po mundohen secili të bjerë në sy më shumë se tjetri, pastaj nuk po qëndron rëndësia ose fokusi të qifti ose të familja. Edhe unë kam dashur që fokusi të jetë tek ne, tek unë të bashkëshorti im. Keni pas gjithë fokusin në njerëzve që keni dashur. Kjo shumë mirë që ka ndodhë. Atë ka ngel në mendje, sepse sigurisht në ditë kaq të veçanta e të bukura, të gjithë pjesëtarët e familjes e ka një emocion të veçantë, prapë. Si në rastin tënë si nuse, për prindrit, por edhe familjen e bashkëshortit. A ka ndonjë mesazh që prindrit se tu ta lanë atë ditë, ose në bisedimet e ditëve të fundit para dasmës? Ka diçka që të ka ngel mendje? Unë jam natyrë shumë emocionale, edhe prindrit i kam shumë të ndjeshëm, vetë jam super e ndjeshme, edhe shumë në ditët para dasmës nuk ka ditë që nuk kam qarë. Ndoshta prindrit e mi nuk e din, to po e bëj publike, mirë po unë vetë kam qenë shumë e ndjeshme, sepse e ndjeja që çdo gjë do të ndryshoj, jeta ime më nuk do t'jetë njësoj, nuk do t'i kem prindrit afër, nuk do t'a kem vllaun. Unë kam qenë studime, por gjithmonë e kam ditur se do të kthehem. Mirë po tash jeta është krejtësisht ndryshe, kam filluar një jetë re, siç e përmende ti. Ata janë munduar thjesht më thonë që ta shijoj, sepse kjo është, nëse Zoti do, kjo gjë do të ndodhë vetëm një herë në jetë. Dasma, martesa, ndodhë vetëm një herë në jetë, edhe duhet mundohem ta shijoj në mënyrën më të mirë të mundshme, mos të stresohem, edhe pse nuk jam stresua as pak, për shkak se tash po kemi përvojë shumë të madhe me dasma që sa vite, me të vërtetë e kam shiju, i kam dëgju fjalët e tyre. Kanë thënë, para shumë kohësh, ashtu si që thot edhe teksti i më e mira nuse shkon, kanë thënë që mbështetjen tonë do t'a kesh gjatë gjithë jetës nuk i dihet çfarë do të ndodhë. Tani çdo gjë është në rregull, mirë po jetës nuk i dihet, jeta është e gjatë. Nëse ndodh diçka, ti gjithmonë do ta kesh mbështetjen e tonë edhe derën hapur të shtëpisë tonë. Mund vish kurdo herë që ti e ndjen të arsyeshme. Ju e shijuat edhe muajin e mjaltit, se pas dasmës shkon edhe një relaks veç për çiftin. Si ishte?
Ku shkuat? Ne vendosëm ta bënim dasmë me 20 qershor për 2-3 arsye. Arsyeja e parë që ta bëja përpara sezonës së dasmave, ku do të këndoja vetë, që të kisha kohë. Arsye tjetër ishte që dhe të kishim kohë për një pushim, ose për muajin e mjaltit, që do të ndodhte me njëherë pas dasmës. Me njëherë pas dasmës, ditën tjetër, ne jemi nisur për në Maldive, kemi shkuar për pushime atje, kemi qëndru 2 javë, një ndër pushimet më të bukura të jetës, shumë interesant, shkosh vetëm me partnerin, me bashkëshortin, vend shumë i bukur, më ka inspiruar shumë, më ka relaksuar shumë që të përgatitem për jetën e re, të përgatitem për sezonën e dasmave, domethënë çdo gjë ka qenë shumë e bukur. Po pra, ti e the shumë mirë vetë, një nga, ose viti më i bukur i jetës tënde. Plus që kishe pas rastin që të shkosh edhe në një nga koncertet e Beyoncé, që ti e ke shumë qejf, a? Po. Kur ndodhi kjo? Për para dasmës, kemi bërë kështu 2 gjëra të rëndësishme. E para, kemi shkuar në pushim të 2 familjet, patëm shkuar në Egjipt, sepse 2 familjet e kam fjallën familja ime dhe bashkëshorti, i kemi bërë kështu traditë që sa vite, shkojmë së bashku në pushim, edhe në këtë rast ka qenë shumë rëndësishme që gjithë të relaksoheshim edhe të përgatiteshim për dasmën. Edhe e lidha këtë, sepse doja ta përmendja që edhe fati jem, kënga ime u realizua videoklipi saj, po në Egjipt. Edhe në momentin që u kthyem, bashkëshorti ma kishte bërë befasi biletën për të shkuar tek Beyoncé, te koncerti i saj. Ai e di që ajo është një ndër këngëtarët e mia më të preferuara. Ka dashur shumë që unë të ndihem sa më relaksuar përpara dasmës, edhe ne shkuam në Angli, në Londër, në koncertin e saj. Edhe mund të them që edhe ajo ditë ka qenë një ndër ditët më të bukura të jetës time, sepse e kam parë idhullin tim, këngëtarën Beyoncé, që sa vite që e vogël më ka inspiruar shumë për muzikë, për këndim, me performancat e saj, me paraqitjen e saj, gjë që nuk më zhgënjeu as pak kur e pash live. Sot ndihem shumë e lumtur, e bekuar që e kam parë, e kam ndjekur një koncert të tillë, sepse më ka inspiruar edhe mua, edhe mund të inspiroj edhe gjithë këngëtarët shqiptarë që të bëjnë gjëra të tilla. Vetëm shpresoj shumë që të arrijen ato kushte siç janë nëpër botë. Edhe mund të them që ky vit ka qenë jashtëzakonshëm, nuk ndalem dot së foluri. Po, unë shpresoj fjalat e Beyoncé. Shpresoj shumë që çdo vit pas këtij të jetë më i bukur e më i bukur për ty, dhe dua që edhe ta mbyll me këtë, duke turuar edhe një herë për gjitha këto rrisi në jetën tënde, të shkojnë bar edhe ashtu siç do ti. Faleminderit që erdhe edhe sot këtu për ta përmbyllur edhe neve javën me prezencën tënde para se të ikësh sërish në Gjermani. Faleminderit shumë për ftesën, edhe njerë kërkoj falje që jam vonuar atë shumë, se më keni ftuar që nga maji. Me gjithë këto arsye që ke pas, je totalisht, besoj që edhe gëzimi të arsye tonë. Faleminderit shumë, përshëndetje për gjithë shikuesit, vetëm dua t'ju tregoj gjithëve që do të ketë edhe shumë të reja nga unë, me këngë të reja, vetëm javën tjetër do të vijë një këngë e re. Duet së bashku me mamin, unë i ftoj njerëzit që ta ndjekin, sepse është një këngë mendoj shumë e qelluar, edhe do t'ju pëlqej shumë gjithëve. Edhe do të ketë edhe këngë të tjera nga unë solo, qoftë videoklipe, qoftë edhe përgjerimet e vitit të ri. Faleminderit gjithëve për interesimin e madh që e kanë shprehur dinë më shumë për dasmën time, për festën time, sepse ka qenë aq private, sa që edhe tërkohës, domethënë kanë kërku, kanë pyetur në mesazhe, donin të kishin më shumë pamje nga dasma. Mirë po, dua t'i falenderoj mysafirët në dasmën time që i kanë bërë publike shumë pamje, sepse unë nuk e kam ditur. Ju kanë dhënë materialet mjaftueshme. Ata u kanë dhënë, nuk e kam ditur që do të bëj aq e madhe, mirë po për shkak këtyre që kanë shpërndar aq shumë pamje. Gjë private sot më i donë, sidomos për figurat të njohura. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit juve. Arbër, po e mbyllim javën, siç është më së miri me një këngë gati. Faleminderit gjithë shikuesve që u shoqëruan edhe sot me ne, po edhe nga e hëna.